18 vjeçari mi mbushi të dyja vrimat, aq të madh sa e kishte. Era e parë nëntorit solli me vete një të ftohtë erët dhe një shpresë të re për Andin. Ai sapo kishte mbushur 18 vjeç dhe ndjehej i bllokuar në jetën e tij të vogël në periferi të qytetit. Mami kishte shkuar të bënte pazarin e mbrëmjes dhe apartamenti i katërt kishte marrë një heshtje të rëndë, të tepërt. Drita e zbete pasdites dukej e ngjirur në muret që e njihnin që kur ishte fëmijë. Andi po shikonte nëpër dritare, duke pritur të shihte diçka, ndonjë shenjë se bota jashtë ishte më e madhe se sa dukeshin të lejonin këto kate të ngushta. Pastaj e patë. Ajo po kalonte në anën tjetër të rrugës duke ecur me një vendosmëri që e bënte atë të duket si e vetmja gjë e lëvizshme në një peizazh të ngrirë. Ishte e re në lagje. Kishte ardhur disa javë më parë në apartamentin përballë. Emrin e saj e kishte dëgjuar nga nëna, Nora, një emër i shkurtër që tingëllonte si një premtim. Nora ndaloi para derës së saj duke kërkuar diçka në çantë. I deshën disa sekonda të gjej çelsat dhe në ato momente e ngriti kokën dhe shikoi drejt dritares së tij. Andi u tërhoq menjëherë, por ishte e vonë. Syri i saj e gjeti atë. Për një çast, ata qëndruan të fiksuar në këtë linjë të drejtë përmes xhamit dhe hapësirës së rrugës. Pastaj ajo buzëqeshi. Jo një buzëqeshje e plot, por një ngritje lehtë e buzëve dhe u zhduk brenda. Andi mbeti i mbështetur në dritare, me zemrën duke i rrahur shpejt. Ai nuk e kishte parë asnjëherë një vajzë të shikonte në atë mënyrë. Ishte si një vështrim që thoshte, të shoh dhe jo të vëzhgoj. Të nesërmen e takoi në shkallë. Ajo po zbriste, mbante një çantë biblioteke. Andi po ngjitej, duke mbajtur një qese plerash që nëna e kishte kërkuar ta hiqte. Ti je djali nga përballja, tha ajo, duke e ndaluar. Zëri i saj ishte i qetë, i sigurt. Andi u përgjigj ai, duke ndjerë se emri i tij dukej tepër i thjeshtë në krahasim me të tijin. Nora, tha ajo, si për t'i dhënë një dhuratë. Pastaj sytë e saj krijuan në qesen e plerave. Ti je personi i mirë i shtëpisë. Ti është ndihmoj, tha ai, duke ndjerë turp dhe krenarin në të njëjtën kohë. Ajo buzëqeshi përsëri dhe këtë herë ishte një buzëqeshje plot që i ndriçoi fytyrën. Është mirë ti jesh i tillë, tha ajo dhe vazhdoi të zbriste. Andi mbeti në shkallë duke ndjerë erën e saj të mbetur, një erë lehtë lulesh dhe diçka tjetër, diçka e mprehtë si sheqer i djegur. E kuptoi që nuk mund të haronte atë shikim, atë buzëqeshje. Ishte si të kishte zbuluar një gjuhë të re dhe ajo i kishte mësuar fjalën e parë. Javët që pasuan u bën një kërcim i heshtur i takimeve të rastësishme, në dyqanin e lagjes, në stacionin e autobusit, në përshkallë. Çdo herë fjalëshkëmbimi ishte i shkurtër, por çdo herë diçka ndodhte. Një prekje rastësishme e duarve kur kaluan, një qese sheqeri në dyqan, një shikim që zgjaste disa sekonda më shumë se sa duhej, një buzëqeshje e fshehur kur nëna e Andit e ftoi atë për një kafe dhe Nora pranoi, duke shpenzuar një orë të tërë në kuzhinën e tyre të vogël, duke dëgjuar historitë e nënës dhe duke i hedhur Andit vështrime që i thonin, e di se çfarë po ndodh këtu dhe unë po, e dua. Një mbrëmje nëna e Andit shkoi të vizitonte një të afërm. Do të kthehem vonë, tha ajo, duke e puthur në ballë. Ushqeje veten. Apartamenti u mbush me heshtje. Andi u përpoq të lexonte, të shikonte televizor, të studioi, por çdo tingull i vetëm duke i zbrazët. Pastaj ra dëbor. E para e sezonit, flokët e bardhë filluan të bien ngadalë, duke mbuluar rrugën, duke bërë gjithçka të duket e pastër dhe e re. Dera e apartamentit të tyre u trokit. Andi e dinte kush ishte, para se të hapte. Nora qëndronte në prag, me faqet e kuqe dhe të ftohtit dhe flokët me disa kristale dëbore. Nëna ime po fle, tha ajo, dhe unë nuk mund të qëndroj brenda më. A do të filloj Andi? A do të dalim për një shëtitje? Plotsoi ajo. Po. Veshjet e tyre të trasha nuk mbanin larg njëri tjetrin. Ata ecnin nëpër lagje, në heshtje, duke dëgjuar kërcimin e dëborës nën këpucët e tyre. Era kishte pushuar dhe flokët po binin drejt si perla. Nuk di pse kam ardhur këtu, tha Nora më në fund, duke ndaluar në një fener, por nuk mund të qëndroja larg. Andi e patë me buzët e saj të blu nga të ftohtit dhe sytë që shkërqenin në dritën e verdhë të fenerit. E dinte atë ndjenjë, e dinte atë nevojë për të qenë pranë dikujt, pa arsye, pa logjik. Unë jam i lumtur që ke ardhur, tha ai. Fjalët i dolën të thjeshta, të pafuqishme, për të përshkruar atë që ndjente. Ajo afroi dorën dhe me gishtin e saj të ngrohtë preku ballin e tij, pikërisht aty ku nëna e tij kishte puthur më herët. Ti je i ndryshëm, përshpëriti ajo. Ti ndjen gjëra thellë, kjo është e rrallë. Dhe pastaj ajo e puthi.
Puthja nuk ishte e shpejtë dhe e drojtur, as e egër dhe e dëshpëruar. Ishte e butë dhe e sigurt, si premtimi i diçkaje që ende nuk mund ta shihnin. Era e Deborës dhe nxehtësia e gojës së saj, butësia e buzëve të saj kundër të tijve, e gjitha e përzier në një moment që ndau jetën e Andit në dy, kohën para se ta njihte atë dhe kohën pas. Kur u tërhoqën, flokët e tyre kishin të njëjtët shkallë të bardhë bore. Nora buzëqeshi me këtë herë ishte një buzëqeshi plotësisht e hapur, e pashpresë, e gëzuar. Tani, tha ajo, tani e di. Çfarë pyeti Andi, duke e mbajtur atë ende afër. Pse erdha këtu, përgjigj ajo. Erdha për të gjetur ty. Ata nuk faqësuan shumë në rrugën për në shtëpi. Dora e Norës ishte e futur në xhepin e palltos së Andit, duart e tyre të lidhura të ngrohta kundër njëra tjetrës. Në prag të derës së saj, ajo tha: "Nesër, përjet", u përgjigj Andi pa menduar, dhe ajo pranoi, duke e ditur që përjet fillon me nesër dhe me një puthje në dëbor me dy të rinj që gjejnë njëri tjetrin në një lagje të vogël, ndërsa bota jashtë vazhdon të kthehet duke I lënë ata për një çast në heshtjen e plotë të tyre të përbashkët.